Fori italian ka dhuruar pajisje për njësinë e zjarrfiksëve në Istog, duke kontribuar në përmirësimin e kushteve të punës dhe rritjen e kapaciteteve të tyre operacionale. Përfshirë komandantin e KFOR-it, kolonelin Federico Mora, drejtorin e emergjencave Gjevat Demaj dhe komandantin e zjarrfiksëve në Istog, Sadik Kovačević. Kryetari nuk ka mujtë sa tjetë. Chiedo scusa perché oggi il sindaco non è potuto. Gjithashtu edhe me kryetari sepse është kovendi tu majti i komunës edhe kështu që janë do pika që s'kan mujtë me dalë. Unë i përfaqësoj si drejtori emergjenca. Kërkoj ndjesë sepse u duhet jenë edhe ata, po për shkak të angazhimeve tjera ju kërkoj ndjesë. Ju falenderoj në emër e zjarrfiksave për kushtimin e ju, spori për shtet Itali, për qytetarët e Italisë, cilët nga buxheti i vet na kanë dhënë një farë ndihmë shumë e vlefshme spori për profesionin tonë për zjarrfikje, po me këtë lloj donacionit i ka përfitimin edhe qytetarit i Istogut edhe rrethit të regionit Pejs. Faleminderit shumë. Në emër tamin edhe në emër të zjarrfiksave të Istogut. Tutti i contribuenti italiani per questa meravigliosa donazione che ci avete fatto oggi. Il vostro contributo ci aiuterà a migliorare l'efficienza del nostro servizio per i cittadini di Istog. Bene, io sono contento che come contingente KFOR e contingente italiano siamo utili alla popolazione e utili soprattutto anche a voi come municipalità di Istog. Per noi vjen shumë mirë, pasi që ne si kontingjent italian jemi të rëndësishëm të dobishëm për ndihmën nga e quindi speriamo che questo materiale possa essere utile per il bene di tutti. Edhe shpresojmë që ky material do të jetë i rëndësishëm për ne. Duhet me tek shkurt, që vitin kalum kemi pas shumë të lashëm me zjarret fushore maljore. Bisogna citare una cosa, l'anno precedente abbiamo avuto tanti incendi. E ky lloj pajisjeve është 90% i lidhur me këto raste që vjet i kemi pas mungesë për këta. E questa attrezzatura riuscirà a ricoprire circa il 90% delle nostre esigenze che abbiamo avuto appunto anche l'anno scorso. Na forcohemi si njësia, si shërbimi, po prap jemi më të gatshëm ndihmu qytetarit që ka nevojë për çato emergjenze që ndodhin. Quindi noi con questi materiali saremo ancora più efficienti, più forti appunto ad affrontare tutte le esigenze che ci vengono proposte. Faleminderit shumë. Grazie. Ky donacion vlerësohet si një mbështetje e rëndësishme për shërbimet emergjente, duke ndikuar drejt për drejt në rritjen e gatishmërisë për përballimin e situatave të ndryshme dhe në garantimin e sigurisë së qytetarëve të Istogut. buon lavoro a tutti. Ju uroj punë të mbar. Le giornate abbiamo visto che cominciano a migliorare. Edhe jetë të veç ditët kanë nisë mu përmirësu. A parte oggi, insomma. Përveç sot po vjen shi. E quindi sicuramente andando avanti nella stagione anche noi avremo modo di andare un po' a esplorare queste bellissime montagne. Edhe me kalimin e ditës, me përmirësimin e kohës, shpresoj që edhe ne kemi mundësi me shpërndërru këto malet e bukura të komunës tuaj. Va bene. Grazie ancora. Edhe një herë faleminderit. Komandant shumë faleminderit. Edhe një herë faleminderit shumë. Faleminderit edhe për oficer dhe ushtarët italian. Buongiorno a tutti. Faleminderit për kontributin dhe punën që bëni në vendin tonë. Grazie per il vostro contributo. Siamo veramente riconoscenti perché mos të ndoshta është 100 herë që donazione che ne shumë taktu. Non voglio dire che è la 100ª volta che ci fate delle donazioni al nostro comune. Kështu që ju falenderoj përzemërsisht nëmën si drejtori emergjenca, nëmën të kryetarit dhe zjarrfiksa këtu që fatte tante po na përkrani pa
asnjë pengesë, do të thotë gjithmonë jeni të parë që kontriboni për zjarr fiksa dhe kuvendi komunal. A nome mio, a nome del sindaco, a nome di tutti i cittadini, vi ringraziamo di nuovo per tutto il contributo che voi avete dato. Edhe komandontin e zjarr fiksa dhe falenderoj, zjarr fiksa gjithsesi sepse janë me të vërtetë në kushte të vështira, nuk i kanë kushte tash të mira, kanë nevojë për hala për renovim, për automjete, po fatkeqësisht nuk po kemi mundësi, s'kemi tamam financat komune që të rregullohen pak më mirë, kemi një automjeto dhe kemi kushte më të mira për zjarr. Voglio ringraziare anche il comandante dei Vigili del Fuoco insieme ai Vigili del Fuoco perché il loro supporto è veramente vitale. Sfortunatamente noi abbiamo un budget limitato e il supporto che possiamo dare non è così grande nei loro confronti e loro fanno sempre il massimo per la nostra comunità. Kështu që ju ftoj edhe për një kafe apo që keni kohë, se e di që jeni në zonën. Vi invito dopo questa cerimonia a prendere insieme anche un caffè. Volentieri. Edhe një drejt kështu, po për kafe na i vjen kështu që Noi që diciamo keni kohë. caffè, ma se avete tempo facciamo anche un pranzo. No, basta il caffè perché abbiamo... Una regola. Grazie. Ok. Faleminderit edhe një herë. Ju falenderoj edhe një herë. Spori, Io do vi të ringrazio mi di cek nuovo. edhe këta kolektina, do të thotë që janë me grada më të ulta. Voglio ringraziare i suoi militari, edhe cila u thonë edhe e është i angazhuar me një kohë gjatë i vostri me militari di gradi realizimin projektave të inferiori kërkesave tona. che si sono occupati con le nostre richieste e Ka më con shumë të janë kënd lidhur me neve edhe ditë mas dite i kemi ofruar mundësinë me orë deri te ky donacion që është shumë i vlefshëm, jo me pore, po me insieme a loro ci siamo incontrati molto spesso e siamo riusciti a fare le richieste, ci siamo incontrati per riuscire alla realizzazione di questa giornata. nuk llogaritet çdo sen me vlerë monetare, do të thotë është vlera edhe praktike që me këtë pajisjen në Lestre Pasteste jemi gjendje me ndihmën shumë qytetarëve të rrjetit tonë të historik. Non tutto ha un valore monetario, ma ha anche un valore appunto di utilizzo, che forse è la cosa più grande, perché ci aiuteranno veramente a risolvere tante situazioni. Por para thoshin dikush i ka pas shumë dukat, pas ka pas të kapshat bukë edhe In vdek. passato c'è un detto, in passato c'era gente che aveva tanto oro ma non aveva un pezzo di pane da mangiare. Edhe na në par momente kur kemi nevojë për ndaj pajisje që nuk i ka ashtu vlerën kush e di sopore, po kemi mundësi mi kry punën, po s'kemi çat pajisje në atë momentin kur Anche noi, quando ci troviamo in casi particolari, noi siamo presenti ma forse non avevamo lo strumento adatto per riuscire ad intervenire, quindi grazie a questa donazione ci riusciremo adesso. Beh, noi siamo ovviamente con il nostro team, è un lavoro di gruppo, come voi sapete bene. La forza sta nel lavoro del gruppo, no? La forza sta nel team. Forza është në bashkëpunimin e grupit, forza është në ekip. E quindi anche nel futuro, se ci sarà bisogno, noi siamo sicuramente presenti attraverso sia il nostro LMT, il nostro capo del team e ovviamente anche con il nostro nucleo del SINC. Kështu që edhe në të ardhmen ne kemi ekipën tonë të shkëlqyeshme të LMT, së bashku edhe me njësinë e SINC-ut, do të jemi pranë.